Heroi që shpëtoi qytetin mblidhen $1 milion për burin që i mori armën terroristit në Australi. Një miliarder amerikan i ka dhuruar $65 milion Ahmed Al Ahmedit, burrit që u shndrua në hero gjatë sulmit përgjakshëm në Bondi Beach pasi arriti t'i rëmbente armën njëri prej autorëve dhe të ndalte më tej masakrën. Pamjet e shpërndara në rrjetet sociale tregojnë pronarin 43 vjeçar të një dyqani frutash teksa vrapon drejt sulmuesit armatosur, i rëmben armën dhe më pas e drejton atë nga agresori duke detyruar të tërhiqet. Ndërkohë online ka nisur edhe një fushat për mbledhje fondesh për Ahmed Al Ahmed, i cili ka arritur të grumbullojë gati $1 milion sipas platformës GoFundMe. Dhurimi më i madh në këtë fushat vjen nga William Ackman, CEO i Pershing Square Capital Management, i cili ka dhuruar $65 milion dhe ka cilësuar Ahmedin si një hero të guximshëm që shpëtoi jetë njerëzish. Prindrit e Ahmed Al Ahmed kanë deklaruar më herët se djali i tyre u qellua 4 ose 5 herë në shpatull gjatë përplasjes me sulmuesin dhe aktualisht po merr trajtim mjekësor në spital. Gjendja e tij raportohet e qëndrueshme.